kuptuar tashmë që rruga për të patur gjithçka që ne duam, dhe këtu flasim për dashurinë, për shëndetin, për parat, për bollëkun, për të mbarën, për të mirën, është gjithmonë dhe nis gjithmonë nga vetja jonë, nis nga ne, në dy forma. E para, duke bërë punën që duhet, dhe e dyta, duke krijuar vend në të përditshmen tonë, në hapësirën tonë, në kohë dhe në fizike, për të mirëpritur gjithçka të mirë të vi drejt nesh. Dhe në fakt këto nuk janë fjalët e mia dhe të Surjanit, por të një mikeshe të programit e cila gjithmonë ka thënë që ne duhet të nisim punën nga vetja jonë dhe më pas të shkojmë drejt ritualeve. Ritualet nuk janë gjithçka. Lidhemi tani më njëherë me Merita Cakën, e cila është udhëheqëse shpirtërore, mentore dhe shkrimtare. Merita, të përshëndesim. Merita, përshëndetje. Përshëndetje, me buzëqeshje, me energji të mirë. Plan plazhit. Nga plazhet, vetëm që nuk mundeshim të flisnim atje direkt, sepse kishte shumë zhurma dhe ndaj zgjodhëm këtë vendit pak më të qetë. Por është vërtet një gjë shumë e bukur të ndodhesh pranë detit. Të paktën unë kam shumë të nevojshme dhe njerëzit të gjithë, për shembull, deti, uji i detit na ndihmon me që po flasim për këto manifestimet, për ritualet. Uji i detit na ndihmon shumë të lirojmë energjitë negative, por në të njëjtën kohë dhe të manifestojmë çfarë ne dëshirojmë. E drejt, Merita. Ndryshon ajo energjia jonë. Tani, Merita, ne kemi disa minuta në dispozicion, edhe duke qenë se na ke munguar, shpejt po bëjmë pyetjet tona. Çfarë mund të bëjmë ne, një ritual të thjesht për të tërhequr para dhe bollok? Okej, rituale ka shumë rituale dhe unë mund t'ju them shumë rituale të ndryshme që nuk mund t'i realizojmë ndërmjet pak minutave këtu në televizion, por atë që disha të flasit bukur e folët ju, është që njeriu në radhë të parë duhet të njohë veten. E dyta, duhet të liroj bllokimet, e treta, të aktivizoj potencialin dhe e katra, të manifestojë jetën që dëshiron. Asnjë person pa përjashtim nuk është pa fat, të gjithë jemi me fat. Dhe fati më i madh është dhe shkruhet në dita e lindjes tonë. Vetëm me ditën e lindjes ne mund të zbërthejmë të gjithë kontratën tonë, jetën tonë, pse kemi ardhur, çfarë erdhëm të bëjmë këtu dhe ku do shkojmë. Që duhet të kuptojmë që ne nuk jemi vetëm ky trup toksor, vetëm ky të prekin. Ne kemi akoma dhe 12 trupa astral, të cilët na ndihmojnë ata të jenë energjia e lartë që të arrijë të vijë dhe të manifestohet me këtë trupin toksor dhe këtu në tokë çdo gjë. Ylli i fatit, nëse nuk e di Adel kjo, ylli i fatit është ylli i çdo personi i fatit në të cilët analizohet dhe është e shkruar. Është pamundshme të duket sepse janë shkronja shumë të vogla. Çdo person ka yll në fatit të tij që është i lidhur me karakterin e tij, me plusin dhe minusin, me talentet dhe profesionet e tija, me kanalin e parave, si mund të manifestojë para, pse i bllokon dhe si mundet t'i lirojë këto. Një ritual të thjesht na thuaj. Rituali thjesht, për sot për shembull është një ritual që mund ta bëni dhe për 21 ditë mund të shkruani, e kam shkruar dhe unë në pëllëm të dorës të majtë, numrin 8 që është infiniti, domethënë ka të bëjë me bollëkun në të gjitha drejtimet, 3 që ka të bëjë me numrin e universit dhe 7 është energjia e sotme e tërë ditës, nëse i mbledhim numrat. Dhe është që sot mund të shkruani dhe juve rituale sikur janë bërë vërtet, sa cilat të doni, për shembull, jam me një partner, kam kaq para, por duke gjithmonë duke menduar pozitivisht. Manifestimi vjen kur ne jemi vërtet aty. Merita. Një tjetër, Ty të ka funksionuar? Je kënaqur me sa para ke? Bravo, mua më ka funksionuar, si më shikoni, gjithmonë jam këtu, mund të shkoj në çdo vend të botës dhe të kem vetëm një telefon dhe unë të punoj. Një dëshirë që unë e kam patur gjithmonë, që më pëlqen të udhtoj në gjithë botën dhe më pëlqen shumë deti. Në këtë moment jam këtu dhe mund të ndroj vendet ku të dua unë dhe të bëj ato që unë dëshiroj. Qartë, sepse është rëndësishme që të funksionojë dhe për personat që ndajnë si informacion.
sepse kështu rritet dhe besueshmëria. Më lejo se kam një pyetje se pa nga pa kjo koha pa dashur fluturon me Rita dhe neve na vjen shumë keq për kështu e ka kjo punë. Për gjithë ata të cilët ndihen të bllokuar dhe mendojnë që fati i tyre, i fejesës, i dashurisë, i martesës është bllokuar, çfarë duhet të bëjnë ta zhbllokojnë? E thash, mund të kërkoj sikush yllin e fatit, sepse në ylli fatit shikojmë dhe pse bllokohet marrëdhënia, si ta lirojmë dhe në të njëjtën kohë dhe çka ka të bëjë me shëndetin me gjithçka. Ylli i fatit bëhet me ta më mbrapa aktivizimi i çdo personi, duke biseduar dhe sot më erdhi dhe një mendim që thash ta them tek ju, që në muajin shtator do organizoj një event në Shqipëri vetëm si të manifestojmë dhe si kush që do jetë pjesë e tij eventit do marrin të gjithë yllin e fatit, numrat dhe si mund të aktivizojmë dhe të mësojmë si mund të bëjë çdo. Pra janë të personalizuar për individ të ndryshëm? Po, është për çdo person, është vetëm me ditën e lindjes për çdo person. Nuk mund ta them për shembull tani, edhe të ma kërkosh, nuk do mundem të ta bëj në moment sepse ka punë që të dalë ylli i fatit, bëhet një herë në jetën tonë dhe ja vlen sepse kur e aktivizojmë funksionon në atë drejtim që ti e ke patur bllokimin. Duke patur dhe këshillat e mia. Qartë. Çdo gjë mund të realizohet. Ne i bllokojmë vetë, magar partnerin, paratë që duam shumë ose shëndetin, ne i bllokojmë vetë, por kur mësojmë potencialin pse ka marrë pikërisht dhe pse e bllokojmë dhe këtë e lirojmë, sepse janë të gjitha këto, mund të bëjmë dhe parasikim, dhe manifestim, dhe terapistën, dhe mentoren, dhe me emocionet ndërmjet librave, ndërmjet terapive në grupe, parasit, do të thënë, është diçka komplet që mund të bëj një person me mua dhe në grupe. Kjo është një gjë e bukur që mund të bëhet për shqiptarët dhe Shqipërinë dhe Kosovën. E qartë, Merita. Siç na dhe një kod për parat, a ka një kod për dashurinë? Dhe kodin e dashurisë mund ta keni. Kam dhënë dhe një fotografi nëse dëshironi verin në bazë zodjeve, si thonë në Shqip tani, të horoskopit, kemi dhe një kod që manifeston dashurinë dhe parat. Për shembull, unë që jam peshku, e kam dhe e shënojmë gjithmonë në dorën e majtë, ditë për ditë këtu, 33-814. Çdo person, në qoftë se do mundeni ta vini, e kam dhënë që për çdo horoskop, për çdo shenjë ka një kod veçantë. Bravo. Ka një kod veçantë e kam një jetë. Kjo është më e bukur sepse nuk ngatrohem me shumë kode. E kam këtë kodin personal, jam i lindur këtu, kam këtë kodin. Jam i lindur, kam yllin e fatit dhe je i përqendruar sepse energjia në qoftë se shpërnderohet, atëherë ne nuk dim ku të shkojmë. Këto janë busullat që ne mund të marrim. Jeta ndryshon dhe mund të bëhet ashtu si e dëshirojmë, në qoftë se ne shkojmë pikërisht me një program, me një busull. Qartë. Dhe me gjithë shpirt këtë. Merita, e fundit, po shumë shkurt, një teknik për të refuzuar energjit negative që na vijnë nga miqt, kolegët, familjarët, njerëzit me cilët ne punojmë dhe bashkëpunojmë çdo ditë, që të mos ndikohemi nga këta të fundit dhe të ruajmë paqen tonë të brendshme. Çfarë teknike rekomandon? Kam thonë dhe një kohë edhe të juve njerë ku kemi nxjerrë librin e prikrave, por në të njëjtën kohë ka shumë gjëra që mund të bësh. Në rast të parë mund ta imagjinosh veten tënde në dritën tënde dhe 5 metra rreth e mban të jesh në dritë. Kërkoje, domethënë, nga energjitë e fuqishme, energjitë e mëdha që të zbresi ajo energji tek ty, të bëj pastrimin dhe mbrojtjen, aspida, i themi domethënë në shqip tani më kujtohet fjala. Domethënë kërkoj mbrojtjen e fuqive të mëdhaja, të Zotit, si mund të thuash, si të universit, për këto Zoti që beson, Zoti për mua është një, por mund ta kërkoj që provoheni. Gjëja tjetër, siç ja kam thënë edhe tjetër, kripra për mua është shumë e rëndësishme, ndaj vedetin e na ndihmojnë shumë. Mundet të lajni dhe me krip nëse keni dhimbje koke, ato trej shumë zim zero, largoj tërë energjinë që nuk është timja, ose të gjitha fandom si fjalëm që kam si për meje, rreth meje, kur shikoj që kam një energji jo të mirë, ose filloj të emocionohem, ose jam në tension,
i dërgoj tek pronarët e tyre, do më thëmë tek njerëzit që kanë ardhur. Për shembull, nëse ty të dërgon një koleg, një shok, një mik, pa dashje bëhet shpeshherë, mos kujtoni se gjitha gjërat bëhen me dashje. Është në ndërgjegja, ai shpirti që ka jetuar shumë herë, që mund të njëjtë me shpirtin tënd dhe ti kesh një borxh karmik. E qartë. Dhe nga brenda të vjen. Do të thënë, të gjitha pandom, është si fjalë, që kam si për meje, edhe rreth meje, do të thënë aurën tënd, i dërgojnë në ty tek ata që ju përket. Do të thënë tek nga ata. Mirë Merita, do na duhet që të gjitha shpjegimet e tjera të japim në studio kur ti të jesh në Shqipëri, ne nga Tirana të dërgojmë një përqafim dhe shihemi shumë shpejt. Të bukur dhe shumë të mirë. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë, shumë dashuri për ty. Përqafime. Mirë. Me këtë shihet mirë që morëm nga biseda me Meritën, është momenti shkojmë tek edicioni informativ i lajmeve, kuptojmë se çfarë ka ndodhur me vendin, rajonin dhe botën. Me Zrita rikthehet vetëm pas pak, qëndroni me ne.